Ashtu si shpritej pas tensioneve të fundit, produksioni i Ferma VIP ka marrë vendimin drastik për të përjashtuar nga gara njërin prej konkurrenteve më të komentuara, Fabiolën. Një zar fizik ka mbritur në shtëpi duke njoftuar banorët dhe publikun se rrugtimi i saj përfundon këtu, pa të drejtë kthimi. Ndodh se Fabiola ishte në qendër të vëmendjes për marrëdhënien e saj me Adionin. Arsyeja e përjashtimit lidhet me disiplinën dhe rregulloren e brendshme të fermës. Sipas njoftimit zyrtar, ajo ka thyer rregullat e komunikimit dhe ka shfaqur sjellje që bien ndesh me etikën e programit, pavarësisht paralajmërimeve të mëparshme nga Agai. Largimi i saj ka lënë të shokuar shumë prej banorëve, por mbi të gjitha ka prekur Adionin. Dyshja që sapo kishte filluar të shfaqte momente mjaft intime, madje duke sfiduar edhe porositë e familjes së saj, tashmë janë ndarë në mes të rrugtimit. Adioni është parë mjaft i mërzitur pas largimit të saj, duke vënë në dyshim nëse do të mund të vazhdojë vetëm me të njëjtën ritëm në lojë. Zarfi i zi u lexua përpara të gjithë banorëve, duke krijuar një heshtje totale në dhomën e ndenjes. Fabiolës i është kërkuar të paketojë gjërat dhe të lërë ambientet e fermës pa pasur mundësi të bëjë një përshëndetje të gjatë. Ndjekësit kanë shpërthyer në komente ku disa e quajnë vendimin e drejtë për shkak të thyerjes së rregullave, ndërsa të tjerë mendojnë se shtëpia humbi një nga protagonistet kryesore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.